Jam këtu për të shprehur edhe një herë mbështetjen më të fuqishme të Partisë Demokratike për protestën madhështore të rinisë dhe qytetarëve të Tiranës dhe mbar Shqipërisë. Protestë e cila është ndruar në një uragan të fuqishëm kundër diktaturës autoritare, regjimit të Edi Ramës të bazuar në farsën zgjedhore, krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Tirana nuk ka njohur në historinë e vet një protest kaq të fuqishme dhe masive dhe persistente sa kjo. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, të bashkohen në protestën e rinisë dhe qytetarëve të Tiranës. Protestë kjo që tejkalon kufijtë e forcave politike. Por unë jam sot këtu për të denoncuar me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm cinik, armiqësor të Edi Ramës ndaj protestës, kërkesave të protestuesve dhe paralajmëroj se me këtë qëndrim ai kërkon të zhysë vendin në kaos. Është e pafalshme, e papranueshme përpjekja e tij për të sfumuar uraganin e fuqishëm me antimitingje anakronike. Gjoja po festoj 85 vjetorin e Partisë Krimit. Duhet falënderoj përzemërsisht edhe një herë administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio për korrigjimin e një padrejtësie të administratës së mëparshme të vendimit të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit për ndalimin e hyrjes time në Shtetet Bashkuara. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë. Është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hyjnë në Shtetet Bashkuara. Ai dhe familjarët e tij. Sali Berisha s'ka qenë kurrë non grata.